Dhe masteret e mësuesisë janë me student të niveleve mesatare të ulët. Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e radhës të Table Talk. Sot data shënon 7 mars dhe në këtë ditë të shënuar për mësuesit, unë kam kënaqësinë të kem të ftuar Etleva Dokën, mësuese e letërsisë tashmë pjesë e arsimit prej 32 vitesh. Zysha, faleminderit që je sot me ne. Faleminderit dhe juve për ftesën. Një rrugëtim i gjatë, i bukur, i vështirë, si do i përshkruanit këto vite? Ju e thatë shumë mirë, i gjatë, i bukur dhe i vështirë. Unë ka qenë një nga ëndrat e mia të bëhesha mësuese. Unë mbasi mbarova fakultetin, u pranova në një nga zyrat e administratës publike, edhe madje isha shumë e re dhe isha shefe personelit në administratën e drejtorisë së personelit në Ministrinë e Mbrojtjes. Që një okazion dhe unë ofrova në atë vend sepse po bëheshin ndryshimet në organikat pas vitet 91-92. Mirë po, nuk e pranova dot atë pozicion pune, qëndrova shumë pak aty dhe u ktheva në arsim. Ishte një nga ëndrat e mia, ndoshta edhe për faktin që un kam një lidhje gjenetike me arsimin, rreth 7 mësues paraardhës edhe bashkohës, domethënë kushërinj e motra e njerëz të afërm që jemi në arsim të gjithë dhe kemi kontribuar për arsimin. Kështu që ju përkushtova arsimit, po me shumë dashuri, me shumë vullnet, me shumë punë. Se akoma në këtë moshë që ju e tha 32 vjet, në arsim unë pra vazhdoj të punoj me të njëjtin intensitet çdo mbasdite. Zysha, pse zgjodhe pikërisht të letërsinë? Në fakt nuk që një zgjedhje ime primare, po për shkak të një ceni në biografi që kishte familja ime, u detyrova ta ndjek fushën e gjuhës së letërsisë, jo se nuk e doja, por kisha diçka tjetër në mendje, më pëlqente mjekësia. Por për shkak se nuk çaonte dot baba im në atë kohë komiteti ekzekutiv të drejtat e studimit, më dhanë mundësinë, madje pas një viti që nuk më pranuan në universitet, të më jepnin mundësinë për të studiuar në gjuhëletërsi, po ka qenë pjesë edhe nën vetë dijes time, më pëlqente arti, letërsia, në përgjithësi filologjia. Ju keni kaluar shumë breza gjatë këtyre viteve. Si kanë qenë, duke bërë një krahasim ndoshta periudhat para disa viteve dhe sot, kemi ndonjë diferencë? Shumë breza, në fakt që nga viti 1993 unë kam filluar punën si mësuese dhe deri sot vazhdoj aktualisht jem pjesë e sistemit. Ka qenë e gjatë rrugtimi, ka qenë i lodhshëm dhe i vështirë, por kam patur kënaqësinë të kem shumë nxënës dhe të jenë të formuar, madje unë them shpesh ndonjëherë që juve ndoshta nuk do na kujtoni se çfarë kemi thënë, se çfarë kemi bërë, por puzzle-i i mendimeve tona, i përjetimeve që keni bërë këtu do ta keni me vete gjithë jetën, sepse është pjesë e formimit tuaj, qoftë si qytetar, qoftë edhe akademik në atë stad të jetës që jeni. Kështu që edhe marr informacione dhe falënderime thuajse nga gjithë bota. Mbaj mend një herë kisha një ish nxënës që punonte në kroqera në brigjet e Amerikës së Jugut, me një kroqera të madhe dhe më vjen një falënderim, thotë rastësisht punonte me mbesën time në atë kroqera, edhe më thotë Zysh, të falenderoj, jam në brigjet e Amerikës së Largët, por unë të mbaj mend edhe të kujtoj vazhdimisht edhe më vin falënderime nga universitete, njëherë ishte në një universitet amerikan në Bullgari, edhe kishte marr A+ në një nga eset, edhe thoshte më shkruante falënderim, fal teje se nëse nuk do të ma kishe kërkuar me aq ngulm stilin e ese, unë nuk do të kisha qenë që të merja A+ apo nivelin më të lartë të vlerësimit në universitet. Pra kjo është pjesa më e bukur. Kjo është. Ne kënaqemi me pak. Benefite. Ne kënaqemi me pak. Do të thënë, nëse mua më vjen një feedback nga nxënësit, qoftë edhe tani, të vegjël siç janë, shikoj kërshërinë e tyre, sytë e tyre, tërheqjen e vëmendjes që ata kanë kur flas ose kur komentoj ose kur bashkësedojmë, kjo më bën të ndihem mirë dhe pikërisht për këtë e kam vazhduar të jem pjesë e arsimit. Të ka ndodhur që një pjesë ndoshta e nxënësve ti keni sot edhe kolegë që kanë ndjekur mësuesin? Dhe ndër këto, njëra ka ikur në Amerikë, ka emigruar, njëra është akoma te shkolla Sami Frashëri, që e kam patur nxënëse në Petronin. Dhe shumë pak. Domethënë nuk edhe ato që mund të kenë mbaruar ndonjë tektuk në filologji nuk janë pjesë e arsimit. Nuk janë shkëputur. Janë shkëputur. Kanë gjetur mundësi të tjera të reja. Si e shikoni sot të qasjen e të rriturve pra të rinjve drejt mësuesisë?
kam vetëm një nxënës tash që thotë, unë do vazhdoj gjuletërsi vetëm se kam bërë me ty gjuletërsi. Edhe është natyrë e tipit që kërkimtar, lexon. Edhe i thash, mendo 2 herë, vetëm po u bëre studiuese, po u bëre mësues, nuk e di si do shkoj jeta jote. Po shumë pak, prej tyre shumë ose as pak. Tani trendi është mjeksi, inxhinieri, IT, gjitha këto degët që në tregun e punës mund të japin më shumë mundësi edhe të ardhura më të mira për mësuesin. Dje kam pasur në më lejon një bisedë me një studente praktikante të gjuhës frënge. Edhe po na shikonte ne të lodhura aty në sallë të mësuesve, nxënësit, prindit, më tha prindi kështu gjithë atë angazhim, gjithë atë energji të humbur, edhe tha, o zysh, është shumë e lodhshme ti jesh në arsim. Tani thash vlerësoje vetë, na shikone këtu, kam 32 vjet, edhe po të njëjtat gjëra, po të njëjtat jemi shumë të lodhura, shumë të angazhuara. Po sa të vlerësuara për të ndalur? Sa vlerësohen në fakt? Shoqëria në fillim, kur unë kam qenë nxënëse, mësuesi ka qenë model dhe ikon, erdhi dhe u degradua figura e mësuesit në një, tani është thjesht një sikur është një punës i zakonshëm që bën mësim. Kjo për faktin jo vetëm se shoqëria dhe vlerësimi i saj ka ulur vlerësimin ndaj mësuesit, edhe shteti vetë ka ulur në gjithë këto vite, në 30 vjet mësuesi nuk është vlerësuar siç duhet dhe sa duhet, por edhe për faktin që kjo inteligjencë artificiale po e sfumon rolin e mësuesit sepse po i jep informacione në burime qoftë edhe të pasigurta, po ja jep në kohë reale. Në fakt sa po ndikon teknologjia në pjesën e cilësisë së mësimdhënies? Aq sa e ndihmon, domethënë aq edhe po e dëmton. Domethënë unë dje kam patur një debat me nxënësit sepse mora shkas, doja të bëja një tekst argumentues dhe mora shkas nga një ngjarje që ndodhi tek vajzat në Korçë, që 2 vajza u arrestuan për shkak të bullizmit në digital, në platforma digjitale dhe ata vetë thonin që jemi shumë të pasigurt, e shikojnë pasigurinë e tyre në çdo cep. Përpiqen, biles njëri më bënte se është shumë i mirë në IT dhe më kishte bërë një listë me argumente që si mund ta ruash privatësinë në platforma digjitale dhe kishte bërë një grup rregullash ose mundësish që dhe unë mësova prej tij. Në këtë aspekt, platformat ose epoka digjitale është ndihmëse, sepse edhe mua që unë nuk kam njëri të duhura në atë fushë, më ndihmon. Po nga ana tjetër janë shumë të zbuluar, shumë të pasigurt dhe unë jam shumë e bindur që në qoftë se do të ketë një reformë në arsim, që pritet të ndodhë ndoshta, duhet të futet në kurrikul patjetër dhe edukimi mbi ruajtjen nga platforma digjitale. Nëse deri tani në edukimin qytetar të klasave të 5-ta, të 6-ta, si të sillemi, si të mësojmë, si të kemi marrëdhënie në shkollë apo të njohim ligjin, patjetër që duhet futur edukimi për mbrojtjen e privatësisë nga platforma digjitale. Janë shumë të rrezikuar, jashtëzakonisht. Në fakt, rastet e bullizmit i kemi pafund, rastin e shkollës së Fanolit, kishim prapë që teknologjia, rrjetet sociale e pompuan. Sa ndikon faktikisht edhe shkolla në këtë rast? A pati një pjesë të fajt edhe shkolla? Nuk di ta them sepse ato u bën shumë diskrete, edhe me sa në dijenin time edhe mësuesit nuk u lanë që të nxirrnin informacion, po edhe shkolla vetë nuk nxori informacion sa duhet, hetimi vazhdon, po besoj që shkolla mund të ketë patur në një problem me indiferencën ose mos ndjekjen sa duhet të rastit ose mos kuptimin. Ne na ndodh, është e vërtet, ida që ne na ndodh që nuk e kuptojmë në kohë reale. Ata nuk na tregojnë që kanë një moment bullizues. Unë vjet kam patur një rast me një nxënës që nuk e kisha kuptuar dhe faktikisht videoja që e bërë në klasë dhe pasi kishte shpërndar në TikTok, djali ishte bullizuar, familja kishte shkuar, kishte bërë ankimim tek platforma mbi mbrojtjen nga bullizmi digital te policia e shtetit. Ato inspektorët e krimit kibernetik e kishin mundësuar heqjen e videos nga TikToku, por ata ishin shfaqur prap sepse ai që e kishte në duar e shpërndante. Dhe sot që flasim ajo video është, djali nuk ka qenë mirë në atë periudhë dhe unë nuk e kisha kuptuar, nuk më kishte informuar njeriu aty. Dhe aty thoja si ka mundësi që unë se mora vesh, unë rria non stop me ata në klasë. Ndërkohë shkollat kanë edhe punonjës social, psikolog? Kanë një punonjës social dhe janë 2 në fakt, është një psikolog dhe një punonjës social edhe një për mbrojtjen edhe sigurinë, por që në fakt unë për mendimin tim ai nuk do të jetë një me profil të zakonshëm që mund na vi nga shkenca sociale ose ka mbaruar histori, gjeografi dhe rri aty thjesht mban shënim. Unë mendoj që ai do të jetë një ose student ose i studiuar për ligj edhe në shkollat e policisë së shtetit. Nuk e di, duhet një njeri i sigurisë vetë vërtet.
sepse nuk arrin një njerëz i zakonshëm që të më vësh mua me një blok në dorë të mbaj shënim çfarë bëri X, çfarë bëri Y dhe ta ruaj sigurinë e shkollës. Nuk besoj që është kjo forma e dur. Gjithsesi, Zysha, për të ndalur pak edhe tek problematika që ju hasin gjatë përditshmërisë tuaj. Për sa i përket shkollës, ku edhe ju jepni mësim, e keni laboratoret e duhur, është shkolla e rikonstruktuar apo vazhdon të jetë duke qenë se është një shkollë e vjetër në gjendje të amortizuar, cilat janë ato vështirësi që ju hasin gjatë procesit të dhënies mësimit? në fakt ka probleme, shkolla jonë është 65 vjeçare dhe ka patur një 2-3 herë rinovime, por rinovimi i fundit tërësor ka qenë në 2002-shin, pra janë shumë vite që ajo është drejt amortizimit. Ka një kërkesë, më duket, nga Bashkia e Tiranës për të patur një rikonstruksion të plotë, të pjesëshëm, nuk e di, po që do hyjë në rikonstruksion me sa thuhet, ndërkohë që laboratoret janë jo funksionale. Laboratori i kimisë është i amortizuar, edhe ato elementet e vjetra i ka të vjetra kimike dhe janë më shumë dëmprurse se sa përfituese për orët e mësimit. Ka një laborator fizike që më shumë ka qenë me asistencën e nxënësve dhe të mësuesve se sa nga bashkia ose nuk di kush do t'i furnizonte këto, se dikur kanë qenë mjetet mësimore, po tani unë nuk e di se kush i furnizon. Bashkia, në fakt. Nuk ka patur një laborator të gjuhëve të huaja që u amortizua dhe u shkatrua. Laboratorët e informatikës janë thuajse jashtë përdorimit me kompjuter të vjetër që nuk punojnë. Është bërë një laborator IA-je që ka qenë një projekt para një viti edhe nga Ministria e Arsimit që punon, por her pas here ka probleme me internetin. Do të thënë, ne përpiqemi shumë, ka shumë mësues që për të bërë një mësim më digital kanë bler videoprojektor vetë me paratë e tyre private për të dhënë një mësim më të integruar me elemente pamore, vizive, audiovizive e kështu me radhë, që të jemi në ndihmë të nxënësve, por vetë institucionet që duhet të ndihmojnë për këtë deri tani nuk janë efektive. Me zhvillimin e teknologjisë duket se deri diku po e zëvendëson librin. Si nxisni sot ju nxënësit që të lexojnë? Është vështirë në fakt, është e vështirë të bëjnë lexim, e kam një problem të kahershëm, po sa vinë edhe kam më pak duar të ngritura në klasë, them kush e ka lexuar romanin dhe vetëm dikur shifja gjysmën e klasës, tani shoh 3, 4, 7, 10, jam shumë e nderuar nëse janë 10 prej tyre. Që do të thotë që interesi ndaj librit është gjithmonë në rënje. Pastaj detyra ime, ose ja kam vënë vetes detyrë që nëse ata nuk lexojnë romanin, t'i çoj unë me mundësitë e mia te romani, t'i çoj unë te libri, në kuptimin që duhet ta marr në të gjitha dimensionet librin, që nëse s'kan lexuar fabulën, që është normalisht nuk është e njëjta gjë, si ta shohësh në film, si ta lexosh romanin apo veprën, apo t'ja u tregosh atë, nuk është e njëjta gjë. Gjithsesi, përpiqem që t'i mbetet në mendje një databazë njohurish që dikur kur të bëj një bisedë dikur e t'i thonë ke lexuar në punësin e Pallatit të Ëndrave ose Pallatin e Ëndrave të Kadares, e të thotë që nuk e kam lexuar ndoshta në atë kohë, po e di që ma ka thënë mësuesja ose e kemi diskutuar në klasë. Po kënaqem me kaq në fakt, edhe nuk është mjaftueshëm, por ka një gjë, ku rriten dhe kuptojnë vlerën e librit. Kam takuar një ditë, ka qenë një nga djemt më çapkën që kam patur, por shumë inteligjent, nuk lexonte fare. Tani punon në administratën e keshit, çfarë quhet kjo, edhe më tha, të kam kujtuar, tha, kam filluar të më shkruan vazhdimisht çfarë libri më sugjeron të lexoj. Dhe I thash sikur ta kishe patur këtë mendje, por sigurisht janë të rinj, akoma kanë shumë gjëra për të bërë, thënë, dhe jeta është shumë e larmishme tani, dhe ndoshta libri kujtohen pak më vonë dhe kthehen te libri, po dhe kjo është një gjë e mirë. Në fakt kemi një ndryshim brezash, le të themi, nga brezat dikur, autoriteti, mësuesit, kurse sot kemi një brez tjetër. Duhet pranuar këtë pjesë. Duhet pranuar, është e vërtet. Ne duhet përshtatemi ne me ta, me thënë të drejtën, sepse sa më shumë ti përshtatesh atyre, aq më shumë të pranojnë ata. Dhe kjo është një nga ato mekanizma që ne mund të gjejmë që edhe ti të rreqim vëmendjen, edhe ti drejtojmë, po dhe të na pranojnë, patjetër, sepse janë në një moshë shumë kaotike. Ju duket sikur dinë, ju duket sikur janë të rritur, por në fakt janë akoma dhe duhet të marrin vendime shumë të rëndësishme për jetën. Unë kam për shembull në duar si vjet maturant, janë shumë duhet të marrin vendimin e jetës,
çfarë drejtimi do marrin dhe janë shumë në kaos sepse s'din çfarë të bëjnë, Ose edhe çfarë të zgjedhin, ndoshta duke qenë se tregu ose kanë shumë dëshira, por nuk arrin dot të bëjnë një balancë mes mundësive që kanë realisht intelektuale, çfarë mund të bëjnë dhe dëshirave që kanë. Për shembull thoshte njëra dua të bëhem mjek dhe do vazhdoj për mjeksi dhe ka zgjedhur paketën që ofron shkolla për lëndët e mjekësisë. Mirë po, në kuptimin tim për atë fëmijë, i thash, nuk e di, a do ta bësh dot mjeksin? Sepse nuk arrin të bëj të balancën që o do ta bëj si do ta bëj. Mbase ky mund të jetë ndikimi i prindit që i orientojnë. Më tha prindi vet, ose pse dyshon ti, tha, ajo mund ta bëj, tha patjetër mund ta bëj. I thash me dëshirë ajo mund ta bëj. Por unë mendoj thash që ajo nuk e ka mundësinë reale që ta mbaj peshën dhe ngarkesën që ka mjekësia vet si deg dhe që do të shpenzoj kohë dhe energji dhe kam frikë se do zhgënjehet. Dhe për fat të keq, atë mirëtimin nuk më ka rezultuar ndonjëherë që ta kem pat gabim. Intuitën, po. Për të ndalur pak në një krahasim, rrethet në fakt po vuajnë qoftë për staf, por edhe mungesa nxënësish. Ndërkohë Tirana është e kundërta, gjithë kanë ardhur në Tiranë, kemi klasa kolektive, mësime dy turne, si funksionon? Shiko, për momentin Tirana ka një luks, po të themi kështu në thonjza, që ka ende nxënës, por nuk kemi dhe ne aq, do me thënë, unë e shikoj të ardhë me një të sigurt. Nëse në shkollën time ka patur 1500 nxënës para 7-8 vjetësh, tani janë 1020 nxënës. Pra janë 400 e ca nxënës më pak. Po kështu ka ndodhur dhe në shkolla të tjera të mëdha të Tiranës, nga këto më të mëdha të Tiranës. Ndikuar nga emigrimi. Ose nga, sepse unë kam punuar pak kohë në drejtori arsimore, kam punuar 1-2 vjet. Dhe atëherë kur ka qenë në 2009 kishim 45.000 maturant, kam bërë maturën shtetërore të asaj periudhe. Dhe kur krahasoje me klasën e parë në 2009 ishin rreth 35.000 nxënës. Tani ata do vinë në klasë të 12. Nga 45 në rreth 30 i thon 2-13.000 më pak, dhe ne kishim pritshmërinë, thoshim bo çfarë do bëjnë kur të vinë këta mbas 12 vjetësh, në maturë do jenë shumë më pak. Përveç ikjeve, pa llogaritur ikjet, në dijenin time rreth çdo vit rreth 2-3.000 janë aplikime për jashtëtetit maturantësh, që do të thotë që ta largohen ata të nuk kanë lindur, ata që ishin në klasë të parë, atëherë para 12 vjetësh ishin më të vogël në numër, kështu që ne e ndjejmë tani. Rrethet e kanë ndjerë më pak më shpejt, se kanë qenë më të lokalizuar, ne ndjejmë tani dhe Tirana do ta ndjejë shumë shpejt, ne kemi rënje të numrit. Jo më larg se vjet, në një nga gjimnazet e Tiranës të mëdha janë larguar 6 mësues për shkak të rënjes së numrit të nxënësve. Kanë lëvizur në shkolla paralele, por do jetë një moment që nëse të tërat do kenë nevojë për të lëvizur në shkolla paralele ku do vënë. Ky është një problem shumë i madh, që duhet ta kishte menduar sistemi, që këtu e disa kohë para. Cilat janë fakt problematika që ju hasni në sistemin arsimor? Nuk di nga ta zë, në fakt se janë shumë. E para njërë ka një kaos në politikat e kurrikulës së shkollës. Sot që flasim, mendohet që do të ketë prap një ndryshim në kurrikull, që do të thotë që unë në sistem, nga 2009 deri tani, kjo është e treta kurrikull që po bëj. Dhe unë nuk kam patur kohë si po themi mësues, si intelektual, sa të mësoj me një kurrikull, ndryshon kurrikula dhe vjen tjetra. Kjo bëhet për shkaqe për arsye politike. Do të thonë, lëvizjet politike dhe vendimet politike kanë çuar në vendime ndoshta o të papritura, o të pa trajtuara sa duhet, pa u pilotuar, pa u vëzhguar se si do ecin, dhe ka ndodhur me një vendim politik. I kam thënë dikujt, një drejtorit të institucionit të lartë që bëm zhvillimin e politikave në arsim, i thash, ore këto janë vendime politike, si mund të më detyrosh ti mua sot, jemi në janar, në shkurt do ndryshonte gjëja. Si mund të më detyrosh ti pa e ditur që ai atëherë vendimi që të bëheshin 6 lëndë në 3 orë, që edhe nga mësuesit nuk u përtyp mirë. Tani ne kishim 45 minuta orën dhe kishim 6 lëndë në një ditë. Tani ato u bën 90 minuta, po shikoni, dëgjoni që 90 minuta sot që flasim, universitetet e kanë lektimin 60 minuta. Imagjinoni një nxënës të klasës së parë, dytë fillore, po dhe unë që kam të 12, 90 minuta është e pamundur t'ja mbaj vëmendjen të përqendruar 90 minuta. Pavarësisht se mund të bëj aktivitete, mund të bëj gjëra të ndryshme në biseda ose punë të pavarur ose kështu, është e pamundur. Megjithatë, u vu me shumë intensitet dhe pastaj u tha që po ja shkollat ta vendosin vetë. Kanadaja, unë kam motrën në sistem në Kanada, e ka 70 minuta.
po shkat 70 minuta orën e mësimit dhe bën një mësim, kurse unë në 90 minuta duhet bëj 2 tema. Dhe 2 tema ati sa kaq nga njëra ke tjetra, që mund të jenë të pavarura nga njëra tjetra, për shembull, unë s'po marr letërsinë dhe gjuhën, po marr historinë. Njëra ta zën Bashkimin Sovjetik dhe ose ku diun luftën e dytë botërore dhe tjetra shkon në një temë tjetër. Dhe nga njërat e tjetra pa e përcjell njërën, pa diskutuar për njërën, nxësi shkon ke tjetra. Që mua nuk më duket domethënë e lehtë dhe efektive. Gjithsesi ka disa vjet që kjo po bëhet, se sa është funksionale, në mendimin tim jo. Po kështu kanë qenë dhe vendimet e tjera politike. Tani po flitet për ndryshimin e kurrikulës. Dhe thuhet shumë shpejt, po. Mirë po, çuditshmja është, edhe unë do ta them se s'kam pse ta mbaj, që njerëz që kanë punuar për kurrikulën që po mbyllet dhe po dështon, po ndryshon, vazhdojnë të punojnë për kurrikulën e re. Pa dhënë llogari pse dështoi e vjetra. Pse dështoi e vjetra? Në fakt, a merren gjithë grupet interesit në momentin kur ndryshot një kurrikull? Shiko, ka patur një gjë Ida që apo është një grup njerëzish që vendos? Dikur na merrnin neve, na mblidhin dhe na thonin bënim shënime ne. Po ne shkruanim çfarë donim, ata lexonin çfarë donin vet. Dhe kjo ishte po të paktën po na pyesnin. Tani nuk na pyet më njëri fare. Të paktën në djenin time nuk janë mbledhur mësues apo grupe interesi që të thuhet shiko, jeni dakord që kjo kurrikull ndryshoj, nëse nuk ndryshon në të tëra pikat e saj, të ndryshojnë në to 2-3 pika që s'kan funksionuar, nuk na ka pyetur njëri, thjesht na kanë thënë që po ndryshon. Dhe po ndryshon, po ndryshoj kurrikula, do ndryshojnë tekstet. Do ndryshojnë të gjitha elementet brenda planeve vjetore, planeve mësimore. Dhe nëse kjo bëhet kështu, me vendime, pa marrë parasysh njerëzit që do ta shfrytëzojnë këtë gjë, se kjo një e keqe që ka ardhur, për shembull kurrikula tjetër, po të mos u futur në detaje, po kurrikula tjetër u vendos që të ndryshonte në 2016. Dhe erdhi kurrikula e re nga 2009 në 2016. Imagjinoni, 7 vjet një kurrikul. Kurrikulat në botë ecin me vite. U ndryshua kurrikula në 16 dhe mësuesve ju bë vetëm 2 ditë në shkollën Pjetër Budi, 2 ditë trajnim. Çfarë mund të dhe 2 ditë trajnim vetëm mësuesit që do merrnin atë vit klasë të 6 dhe klasë të 10, sepse në këto 2 pika do ndryshonte sistemi. Dhe imagjinoni që ata që morën vitin e ardhshëm klasë të 10, ndoshta duhet i trajnonim ne, që e kishim kaluar një vit. Si mund i trajnonim ne? Të pa certifikuar, të pa e ditur dhe të pa vlerësuar çfarë bëm ne gjatë këtij viti. Si mund t'i vlerësonim ne meritat ose aftësitë tona ose arritjet tona pa na vlerësuar dikush dhe të ndihmonim të tjerët që po hynin në klasën e 10. Po kështu klasa e 6, po kështu klasa e parë. Se 1-6-10 filloi ndryshimi i kurrikulës atëherë. Dhe imagjinoni që si mund të ndryshonte me këta njerëz të pa orientuar dhe të pa motivuar dhe të pa mirë organizuar. Mirë, do të thënë që u mentoruan nga kush apo u trajnuan me 2 ditë, si mund ta ndryshonin kurrikulën? Zysha, gjithë të ndryshime kurrikulash, a është e nevojshme me vërtet që të ndërhyhet në kurrikula? Përse ndodhin? Kam përshtypjen që në fakt kjo nuk është vetëm e politikave të brendshme. Për faktin që këto kapitujt e pranimit të BE-s që duhet të bëj shteti shqiptar janë të edhe të po themi të integruara ose të detyruara prej tyre. Por kam përshtypjen që ne kemi një kontekst tonin. Ne jam shumë dakord që të futemi dhe të bëhemi në krahasueshëm me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, por ne kemi kontekstin ton, qoftë kulturor, qoftë social, ekonomike me radhë, dhe ne duhet të përshtatemi me kushtet tona. Dhe ndoshta në BE këto janë në vendet e BE-s janë bërë hap pas hapi me gjenerata, me vite, nuk di si ka zhvilluar. Nuk di të them, por po them, në 2009 hyri një kurrikull, në 2016 hyri një kurrikull, në 2000 që kurrikula tjetër me zgjedhje, që doli më vonë ministri i arsimit edhe tha, po kjo kurrikull dështoi. Si mund pranosh ti dështimin e një kurrikula me zgjedhje që atëherë në 2000, 99-2000? Dhe në 2009 u vu kurrikull tjetër, në 2016 tjetër, tani po pretendohet për një tjetër. Pra, në 25 vjet është kurrikula e 4. Që është shumë, në mendimin tim, do thoni ju ka evoluar dhe bota evolon dhe sistemit evolojnë, dakord, por sistemet arsimore në perceptimin tim duhet të evolojnë më ngadalë dhe të jenë më solide, më të qëndrueshme, sepse arsimi nuk është si fushat e tjera të jetës. Ne përgatisim njerëz për të ardhmen. Nëse ne nuk kemi stabilitet në kurrikull dhe në mendësi, si pretendojmë ne që këta nxënësi që do dalin nesër në fushat e jetës të jenë stabile dhe të besueshëm?
sistemi SMIP që ka hyrë, sepse tani nuk kemi më regjistra në letër, kemi gjithçka. Problematika pafund. Ka problematikat e veta, sepse sistemi nuk është i qëndrueshëm, ka shumë o bie, o fshin të dhënat, o nuk funksionon, ka problemet e veta ndoshta si çdo sistem, por që ti ta futje sistemin duhet ta përgatisje ne që do punojmë edhe prindin. Tani sistemi është bërë që t'i shkojnë prindit të dhënat, qoftë mungesat, qoftë shënimet, qoftë në kohë reale. E dini ju që prindrit e mi në Tiranë, intelektual, shumica, dhe s'po bëj në një llogari se ç'mund të ndodhi në një lokalitet të vogël, më thonë që, shiko, po unë nuk e kam parë SMIP-in se ja kam lënë djalit ta shofi. Dhe kjo është masive, nuk është një prind. Po se unë nuk e ha për ditë SMIP-in. Sepse, pra, këta njerëz ishin të papërgatitur që ti angazhoje dhe ti jepi informacion në kohë reale nëpërmjet SMIP-it që në parim është gjë shumë e mirë. Mirë, po çfarë ndodh? Po shkëputet prindi nga shkolla. Tani prindi nuk është njësoj si ta lajmërosh me një mesazh të ftohtë në mesazh, ose në SMIP, dhe nuk është njësoj si të vinë në shkollë dhe ta marri informacionin apo feedbackun nga mësuesi që e njeh në të gjitha dimensionet fëmijën e tij dhe sjelljen e tij dhe të gjitha. Dhe për mos thënë pastaj indiferencën e prindërve ndaj shkollës që ka kaluar, domethënë nuk e di pse po ndodh, ndoshta kanë problematikat e tyre sociale, mentale, nuk e di, familja në përgjithësi ndoshta po kalon një krizë, edhe kjo është pjesë që ne si pjesë e sistemit arsimor duhet të jemi ndoshta më afër, ta suportojmë më shumë, po edhe mësuesit janë prindër vetë, edhe mësuesit janë njerëz që të zakonshëm, të frustruar, të lodhur, të pamotivuar, dhe kjo është pjesa që pastaj nuk i jep mundësi që ti angazhosh më shumë prindin. Vin pak prindër në shkollë. Dikur mbushej shkolla në takim me prindër dhe ne kishim çdo muaj. Tani kurrikula ka më pak, një herë në 3 muaj. Ne jemi përpjekur si shkollë ta bëjmë çik më shpesh, po sido që të vi prindrit angazhohen më pak. Kjo besoj ndikon edhe tek fëmia pastaj. Patjetër. Edhe ka prindër që thotë ti nuk ja vure notën dhe më çmotivove fëmijën. Dhe po e them me ironi, më çmotivove se ashtu e thot vërtet. Më çmotivove kur nuk e përdor këtë lloj parashtese shqipja, e përdor një të huaj demotivove. Më çmotivove vajzën, thot ajo. Në fakt sa po humbet edhe shqipja. Ka problemet e veta, unë e kam shumë të dhimbshme këtë pjesë, duke qenë se edhe jam e gjuhës shqipe, sepse shikoj fëmijët që thot mendohet si thuhet kjo në shqip. Dhe ti thua, wow, si ç'do me thënë si thuhet kjo në shqip? Ç'do me thënë kjo, ne po flasim shqip, ose jam e detyruar t'i them pas here, flisni shqipore, sepse shikoj me njëri tjetrin, ndoshta jo se fshihen prej meje që mos ta kuptoj shqipen ose anglishten, e kanë më mbar, ju vjen mendimi në anglisht. Mirë, po kur pyes kolegët e anglishtes, nuk është se shkëlqejnë wow dhe në anglisht, sepse shohin atë o gjuhën zhargon që ju vjen nëpërmjet rrjeteve sociale, ose atë gjuhën smart ose nuk i futen me themeli anglishtes vet. Po marrin thjesht të pjesën e komunikimit të përditshëm, komunikimit të shpejtë edhe shkurtimi, do të themi edhe shkurtimi i fjalëve shqipe. Kjo sidomos nëpër mediat sociale që ata kanë, që unë përpiqem edhe kur flasin se ne kemi grupe edhe jemi të detyruar në një farë mënyrë të ruajmë ato grupet me nxënësit për njoftime, informacione, edhe fillojnë edhe flasin. KLM, LLV, ju them more flisni shqipore se do t'ju mësohet gishti, i them unë, pa lëre të folurit, që të shkruani shpejt e të mos kuptoheni. E kanë shumë problem të pjesë. Është shumë problem dhe unë i detyroj të shkruaj gjatë ndonjëherë. Edhe thonë, nuk është, po që ka fëmijë, ju betohem, jam dirë shumë keq në një provim 3 mujori dhe ju kisha dhënë një tekst jo shumë të gjatë. Po ne funksionojmë ashtu, e kemi me tekste. Edhe tha, kush e lexon këtë deri në fund o zysh? Edhe iku ma dorëzoi të bardhë. Nuk ishte e durim ta lexonte deri në fund. Përveç tjetrës që mësojnë të lexojnë globalisht. Dhe unë i them, lexoni literalisht, lexoni gërm për gërm, se të kuptoni çfarë kuptimi merr fjala dhe konteksti, edhe pyetja. Ata e lexojnë globalisht tekstin. E lexojnë dhe e marrin kuptimin globalisht, pa kuptuar se çfarë do të thotë në tërësi. Mirë, po ne, sidomos në maturë shtetërore, përgjigjet i kemi me tekste, edhe pyetjet janë të hapura dhe gjysmë të hapura. Ai duhet të flasë dhe të përgjigjet në bazë të kërkesave që ka pyetja, kërkesa. Mirë, po duke lexuar globalisht përgjigjen, unë i them,
ndonjëherë me shaka, unë kam kërkuar çfarë ngjyre është dera, ti më thua dritarja hapet këtej. Mësuesit janë dhe të çuditshëm ndonjëherë, themi gjithkusht që ja vendos sistemi tjetër nga vinë. Ne themi që e ka fajin 8 vjeçarja, se 9 vjeçarja se kështu na vinë. 9 vjeçarja thotë, mos se ato në gjimnaz kështu janë. Pasoni njëri tjetrit. Pra duhet të jetë një zinxhir integruar që të ketë edhe një mundësi vazhdimësie, që nuk e di se si do funksionojë dhe nuk e di si do jetë. Duke qenë se më tha që ka një të rinjt sot nuk është se po e zgjedhin shumë mësuesin, si e shikoni të ardhmen? Shikoj të zymt. Duke qenë se kam edhe kontakte në fakultetin filologjik, bashkëshorti im është pedagog të filologjia, edhe ai ndjek masterat dhe masterat e mësuesisë janë me student të niveleve me mesatare të ullët. Për mësuesin ai e rriti, e bëri 7.4 në krahasim me 6.5 që ka VKM-ja, formula VKM për degët në përgjithësi, e rriti, por në përrethe për shembull detyruan të mbyllen shumë degë të mësuesisë. Në Elbasan shumica e degëve të mësuesisë janë mbyllur, sepse nuk arrin mesatarja 7.4. Sepse mesatarisht ata që shkonin në degët e mësuesisë ishin me mesatare mbi 6.5. Ndërkohë që duhet jetë e kundërta. Dhe çfarë do mësojnë në fakt? Dhe edhe kur janë në fakultet, mbasi mbaron programin e parë 3 vjeçar, në dijenin time shkojnë në mësuesi student me mesatare prapë të ulët nga 3 vjeçari i parë. Sepse të tjerët marrin këtë masterin shkencor ose masterin mësuesie bëjnë sa për të patur një diplomë. Më kujtohet kam patur një nxënës që ka mbaruar para 3 vjetësh edhe ka qenë nga nxënësit e mi modest, nuk punonte. Edhe kur erdhi puna në matur, domethënë u përpoq të arrite një rezultat që të kalonte këtë mesatare në VKM edhe ka hyrë në degën histori. Dhe i themon ti do je në histori, tha. Do më shofësh një ditë kur t'jem kolegu jot, tha. Dhe jot, se yt është në Shqip. Thashun, ti kolegu im, po unë do vdes, po ti është ti kolegu im. Edhe ai them, mos u çudit, tha. Dhe nuk duhet çuditem fare në fakt, kjo është nuk është mirë. Nuk është mirë. E para dhe e dyta edhe ata që mbarojnë në degën në mësuesi masterin, nuk pranojnë të vinë mësues më. Kam pyetur një vjet, ka qenë një këtë praktikante që bënte praktikën e historisë. Edhe pyeta i thash, po unë nuk do vazhdoj të bëj mësuese. Ta i thash, po pse po e bën atëherë? Pse po lodhesh? Sepse ti duhet të bësh 5 vjet, pastaj të bësh edhe praktikën, ishte një vit u bë 3 muaj, ul norma, të bësh edhe pastaj provimin hyrës për të marrë licencën, pastaj duhet bësh provimin për mësues për Shqipëri në portal, dhe gjithë kjo është një lloj investimi shumë i madh. Pse po i bën gjithë këto? Tha, po i bëj ti kem njerë, tha, po unë punoj, tha, në një supermarket. Dhe aty, tha, marr, tha, 600.000 lekë në dorë. Po kur ju shikoj juve, tha, që afërsisht me të njëjtën rrogë mund të dalë nesër si mësuese dhe me gjithë të lodhje që bëni ju, tha, jo, nuk të punoj në arsim. Nuk janë edhe të motivuar financiarisht. Më erdhi shumë keq për këtë njeri të ri që donte të hynte, po investonte, dhe familja po investohej dhe vetë po investohej, dhe nesërmja e saj është e pasigurt. Imagjinoni të mbaroj kaq kohë, periudhë investim 5 vjet plus 2 plus dhe pastaj të punoj prapë në supermarket ose në call center. Një pjesë ishte nxënës vetëm, një punoj në call center. Sepse të ardhurat, do të themi edhe këtë pjesën, të ardhurat në call center janë më të larta dhe ndoshta tërhiqen më shumë nga kjo pjesa e financave. Një mësues i ri që del në sistem nuk shkon më shumë se 72.000 lekë të vjetër. Edhe që s'ka edhe këto 5 vjeçar. Besoj se kjo është problemi edhe të rinjve që sot duan direkt fillojnë në tregun e punës, pra të fillojnë punë me rroga më të larta apo jo. Si do të ndikojë kjo në mësues për të ardhmen? Do jetë e vështirë ardhmja. Unë e shikoj të vështirë dhe nëse do ketë një plejad mësuesësh që do dalin në pension, nuk do ketë kush do t'i zëvendësojë. Sot që flasim ka shumë probleme për shembull në lëndët shkencore, matematika, fizika edhe në Tiranë, edhe pse në Tiranë mbahet si qendra që mund të ketë më shumë, nuk ka mësues zëvendësues. Janë të detyruar kolegë që kanë probleme shëndetësore të paraqiten në punë sepse s'ka kush t'i zëvendësojë. Mësuesit e fillores janë shumë pak në numër. Më thoshte ish nxënësja ime kishte djalin në një nga shkollat qendrore të Tiranës, që ta ka 2 muaj që mësuesja ishte e smur, ishte operuar dhe s'kishte mësues kush ta zëvendësonte. Që do të thotë që është shumë ardhmja është shumë e pasigurt. Kush do t'i mësojë këta fëmijë? Nuk e di. Zysha, shumë faleminderit për të gjithë bisedën e këndshme. Faleminderit edhe juve, faleminderit që më ftuat, jam shumë e lumtur që u gjenda pra sot, sidomos në këtë ditë të veçantë.
Ju falenderoj. Faleminderit dhe juve dhe ne urojmë të gjithë mësuesve gëzuar 7 marsin. Faleminderit për gjithë punën, për kushtimin, sakrificat në mirë edukimin e brezave të rinj. Bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.